Mirdita, çdo orë që kalon nxjerr fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit të organizuar nga Totorino i Tiranës Edi Rama. Por unë jam këtu para zgjithash për të shprehur vlerësimin tim për të gjitha ata komisioner dhe numërues, vëzhgues të opozitës që në kushte të një presioni të gjithanshëm në kufit e terrorizmit shtetëror, po kryejnë detyrën e tyre dhe i ftoj ata ta kryejnë gjerë në fund. Kjo është rruga më e mirë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, në kuptimin që ne jemi të detyruar të mbrojmë ligjërisht dhe me kushtetut të mbrojmë çdo votë të hedhur nga qytetarët shqiptarë. Por kjo është rruga gjithashtu për të faktuar para shqiptarëve dhe botës farsën e pa precedent që po kundërmon në të katër anë farsë elektorale që organizoi narkoregjimi i Tiranës me datën 11 maj të vitit 2025. Në këtë kuadër, Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Unë këtu shpreh vlerësimin tim për raportet paraprake të cilat de facto në parimin më themelor ndërkombëtar dhe kombëtar të zgjedhjeve atë të barazisë së palëve i kanë rrëzuar për tokë zgjedhjet. Por natyrisht, jo vetëm në këtë parim, po ka patur probleme tjera, po kaq të rënda, edhe më të rënda, zgjedhje të zhvilluara, të kapura nga organizatat kriminale më të fuqishme të Shqipërisë dhe rajonit, të cilat disponojnë në kontot e tyre të nëndheshme miliarda euro dhe që luftojnë në këto zgjedhje për lëkurën e tyre, po unë sepse siç e dini i kisha garantuar dhe vazhdoj t'i garantoj që ato me Partinë Demokratike në pushtet do shpallen organizata terroriste. Çka do të thotë, ligj do jetë i tmerrshëm për to. Mos të kenë iluzion, sepse ata janë bërë pegmarrës të demokracisë së një shteti edhe një kombi me Edi Ramën. Në këtë kuadër, denoj me forcën më të madhe terrorin policesk ndaj numëruesve komisionerëve tanë, kërkoj lirimin e menjëhershëm të vëzhguesit Luan Tollozhina. E gjithë ngjarja është një kurth policesk i organizuar kundër tij. Ai mbahet në burg vetëm si qendrështar dhe mbrojtës i votës. Denoj
akte tjera të fallangave të krimit, që kanë terrorizuar demokrate dhe demokratë, opozitarë dhe opozitare që kanë dorëzuar filmime, dokumenta mbi dhunimin masiv të këtyre zgjedhjeve. Pra, ftoj demokratët dhe të mbar opozitarët të vazhdojmë këtë mision si misioni i të gjitha misioneve të një opozite, mbrojtjen, rikthimin e votës së lirë. Asgjë në botë, as një fuqi politike nuk do mund të fshehë të vërtetat e shëmtuara të grabitjes së zgjedhjeve nga narkoregjimi i Tiranës. Ata të cilët injorojnë se këto zgjedhje u grabitën, u plaçkitën në mënyrat më kriminale dhe antidemokratike, do të zhgënjehen më vonë, kur ne të kemi faktuar pa çdo shqiptari dhe në çdo kryeqytet të Europës dhe të botës shëmtin e kësaj farse elektorale. Faleminderit. Zoti Berisha, a keni fakte të mjaftueshme për të sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për këtë proces zgjedhor që ju e konsideroni të manipuluar, ashtu si kundër keni vepruar në vitin 2001, zgjedhje të cilat nuk u certifikuan nga ndërkombëtarët si zgjedhje të lira dhe të ndershme? Më të shumta kemi, më shumë se kur, fakte dhe dokumenta më shumë se kur. Por fakti është se vëzhguesit ndërkombëtar të OSB Odirit, për çka unë përgëzoj misionin e ambasadorit Zanieri, i cili në kushte jo të lehta arriti në një vlerësim paraprak, në tërësi do të thosha real, por natyrisht me Odirin dhe OSB-n, si kundër dhe me të gjitha kancelarit europiane, me Senatin, Kongresin dhe Administratën e Shteteve të Bashkuara, ne në mbrojtje të votës qytetarëve shqiptar do të kemi paraqitje dhe shkëmbime intensive mendimesh, paraqitje dokumentash dhe faktesh të pakundërshtuesme. Narkoregjimi i Tiranës nuk mundet kur të përfitoj për kohë të gjatë nga kjo masakrë zgjedhore që kreu. Zoti Berisha, gjatë përgjigjes suaj për kolegen Kadesha, ju përmendët dhe kancelarit europiane me cilat ju keni nisur kontaktet për të denoncuar atë që ju e cilësoni si një farsë elektorale. Por nga ana tjetër, duke nisur nga mbrëmja e djeshme, ka një seri liderësh, kryeministra, president të vendeve europiane, mes tyre dhe antar të PPS, të cilët e kanë përshëndetur fitoren e zotit Rama. Ndodhi dhe në 2001 kjo. Je i riti. Dhe ke fat që je i ri. Po, ndodhi dhe në 2001 kjo, po ja që miq, në qoftë se ka dy gjëra që ngjasin, njëra eterike, tjetra materiale njëri me tjetrin,
është e vërteta dhe diamanti, për nga forca e tyre. Sa do të përpiqen që ta nxjin diamantin, diamanti mbetet diamant. Pastrohet dhe shtrit, se shtypin me asgjë. Kështu, e vërteta është eterike, po është një lloj me diamantin. Ndaj dhe këtë situatë, nuk them se është situatë e pëlqyer e lumtur, po ama, kur ne kemi shkuar në 2001-shin, kemi dëshmuar me fakte që sot i kemi aq pa numërta, sa kemi vështirësi të zgjedhim çfarë të paraqesim përpara, atëherë nuk mundet kush. Mos harroni. Thash dhe njerë, ne kemi kaluar periudha, por kemi fituar dhe do fitojmë. Unë u them demokratëve se nuk ka mision më të shenjtë se sa të mbrojmë, se sa t'i dalim zot të drejtës themelore të shenjtë të qytetarëve shqiptar për të votuar të lirë. Po. Televizioni Klan. Zoti Berisha, këtë betejën tuaj për prezantimin e fakteve sa i përket asaj që ju e cilësoni masakre elektorale, a do ta nisni që nesër nga samiti i Brukselit? Faleminderit. Ajo ka nisur. Ajo betejë ka nisur. Ju garantoj që ajo betejë ka nisur para zgjedhjeve dhe ka nisur dhe me sukses. Po të kemi parasysh që rezoluta e Partisë Popullore Europiane shkruan njëja në Valencia se Edi Rama po blen vota me lek, po blen vota me drog, me kanabis, po blen vota me prokurime, po blen vota me punësime. Këto janë të gjitha pas ditës votimit. Takimin që kemi patur, një seri takimesh që kemi patur me ambasadorin Zanieri dhe përfaqësuesit e tij, takimin e fundit që patëm me të gjithë delegacionet, u quajt një aleancë delegacioneve që u krijuë. Dhe ato, siç i shihni ju, zgjedhjet janë rrëzuar. Zgjedhjet ka mbetur vetëm skeleti dhe ndërgjegjen, mos ja u thash dhe një herë, ndërgjegjen e njeriu të lirë nuk mundet kur të mposhtet me mashtrime. Një njeri i lirë ka respekt për votë e lirë. E kemi nisë këtë betejë, e kemi bërë këtë betejë, do e bëjmë këtë betejë. Do e bëjmë dhe me sukses, majni mend këtu. Majni mend. Se kemi, është e vërteta ajo që na garanton suksesin. Po. Zoti Berisha, Olta Blaceri, Vizion Plus. Raporti Odirit për zgjedhjet e vitit 2001 vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Në 2001? Po, raporti Odirit në atë kohë vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Por PD-ja mbeti në opozit 4 vjet. Dhe sot është fakt tashmë, Partia Demokratike do të rrinë në opozit dhe 4 vite, Demokratët do të rrinë në opozit 16 vite. Çfarë do t'ju thoshit ju sot demokratëve që qëndrojnë për 16 vitesh në opozit? Ju po flisni për 2001-shin, për fitore. Unë po them që kjo është e grabitur, s'ka fitore këtu. Qoftë se flet për fitore në 2025-ën, pastaj bësh palë me Edi Ramën. Nuk është fitore kjo. Kjo është grabitje e zgjedhjeve. Dhe këtu nuk ka shqiptar që nuk e pa me sy këtë grabitje. Atëherë, plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Dhe cili do që të
që përshtat, që i pa me sy vjedhjen e zgjedhjeve dhe shprehet për fitoret e Edi Ramës, përdor fjalorin e tij. Të lutem. Këto janë evidente. Cili është ai që nuk pa shpërndarjen e 100 eurove për çdo pensionist në një kohë kur pensionistët përbëjnë 48% të elektoratit? Qëndrimi ndaj zgjedhjeve për çdo njeri, cili do qoftë ai, është qëndrim i ndërgjegjës ti ndaj lirisë, vlerave të lirisë, cili nuk e pakte. Merë këto 100 euro, mjerë kujt, 48% të zgjedhësve, kaq janë ata që votuan. Cili nuk i pa, më thuj mua, faljen e 200 milion gjobave, 2 ditë para zgjedhjeve, cili nuk e mori vesh, mbjelljen e miliona rroj kanabis në 4 anë të vendit me licenca. Mos harroni, një bim, 1.000 euro ka prodhimin. Cili nuk i pa këto, kush nuk e pa xhabaftët në Vorë, kush nuk pa pojen në Durrës, kolegë tuaj që më të saktit që përshkruan gjithçka për këta, Suel Çelen në Elbasan, tjertë në Shkodër me radhë. Këtu nuk ka ndërgjegje njerëzore që mund të mohoj grabitin e zgjedhjeve, të zgjedhjet grabitura, të plaçkitura. Mos merrni, thash dhe njerë, e kemi pa dhe në 91-shin këte në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gatshëm të ashtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Jo nuk ecën, se janë vendet lira ato. Do ketë një dialog intensiv shumë të opozitës me kancelarit e vendeve të lira. Nuk kalohet duke shkelmuar votën e shqiptarëve, kërkund. Zoti Berisha, këtë plaçkën e vjedhur që ju thoni, prisni ta merrni nga mbështetja që do të keni nga Bashkimi Evropian, apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ende nuk kanë folur për zgjedhjet në Shqipëri? Urdhroni? Plaçkën e vjedhur për cilën ju thoni se ju a kanë marrë, u a kanë grabitur. Prisni që ta merrni me një mbështetje të Bashkimit Evropian apo nga Shtetet e Bashkuara që ende nuk janë shprehur për zgjedhjet në Shqipëri? Saksojmë. Të gjithë deklaratat janë paraprake. Ne jemi opozit që kemi faktur. We change the world. E bëm në këte. E kemi bërë. Dhe të bëjmë tani e kemi tani më të mundur, se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, në ODIR, pranë qeverive të vendeve të lira. Ka ky popull, e drejta e këtij populli do të mbrohet për votën e lirë. Do mbrohet. Zoti Berisha, Nesti Bariame me A2CNN. Po, duke mos mohuar asnjë prej akuzave tuaja që për manipulime dhe vjedhje të zgjedhjeve, a ka nevojë Partia Demokratike për një analizë brenda saj për të kuptuar edhe ku kanë shkaqet brenda vetes? Tani se marrim gjysmën e parë. Janë të mijat apo edhe tuajat këto? Ja hull poshtë njërin prej tyre. Ja ku jemi, ja prit një minutë. Jo, një minutë. Hidh poshtë njërin nga këto pretendime. Pra, këto nuk janë të mijat, janë të çdo njeriu që beson tek vota e lirë,
që thot, qytetari im do të shpreh vullnetin. Po ju s'mund të imagjinoni se çfarë është bërë. A më thonë, po i dini, pjesa e parë, pjesa e dytë tani, Ka nevojë Partia Demokratike për një analizë të saj të brendshme për të kuptuar edhe brenda vetes shkaqet sepse qytetarët nuk arrin që të marrin besimin tuaj, por gënjen me ato 100 euro që ne Partia Demokratike në emergjencë duhet të përcaktoj rrugët e daljes e mbrojtjes së votës shqiptarëve dhe pastaj të gjitha tjerat. Por emergjencë është zgjedhjet e grabitura nuk i falen kur narkodiktatorit e Edi Rama. Cili do që mendon ndryshe, le të hedh poshtë njërin nga faktet që kemi paraqitur se për kësaj here, gjërat bazë janë publike, i bëri me vendime qeverie Edi Rama. I bëri me vendime qeverie. Nuk la, nuk po merri me ato të nëndheshmet. Xhabaftet dolin haptas dhe i dhanë Blendi Xhabaftit 5.500 vota, të dytit, Kepati i dyti merr 500 vota, 10 herë më pak se një hajdut i shpifur siç është Blendi Gonxhia. Ata dolin haptas, ata nuk e fshehen. Ose lexoni shkrimet për Xhavzotaj, për Pojen e tjerë, për Elbasanin, për kudo. Kështu që kësaj here gjërat janë evidente dhe kjo është luftë e vërtet për vlerën më themelore të lirisë, që është vota e lirë. Besoj se bjem dakord për këtë. Dhe unë kam besim edhe tek mediat që do të qëndrojnë fuqishëm. Natyrisht, ato të pakapurat, se të kapurat do shlirohen vetëm pas fitores PD-s. Zoti Berisha, Bekim Vici, Top News. Nëse shohim rezultatet e deri tanishme dhe rezultatet përfundimtare paka shumë pa votën e diasporës për votën e subjekteve politike, rezulton se Partia Demokratike apo Sali Berisha i ka të njëjtat votat të tij. Pra, mbështetësit e tij i ka, por nga ana tjetër rezulton që nëse do të shohim votat preferenciale deri tani të kandidatëve, rezulton se 3 apo 4 persona kanë punuar, sepse duket në vot dhe përjashtuar të tjerët që rezultojnë për mendimin ton jo dhe aq efektiv. Të paktën e tregon vota. Nga ana tjetër, Ilir Meta, të cilit ju i keni dhënë 4 vende të sigurta, nuk arrin dot të sigurojë deri në këtë moment as 1800 vota. Sigurisht. A mendoni ju që lista e hartuar nga ju dhe mbështetësit tuaj, zyrtar të tjerë në Partinë Demokratike, ishte ajo që solli një pjesë të fajit për këto rezultate? Mendoj se lista e hapur e Partisë Demokratike ka kandidatura të shkëlqyera. Edhe e them këtë me bindjen më të madhe. Ka vajza dhe djem, burra dhe gra me një CV ndër më të admirueshmet. Dhe ju nuk mund të më thoni një prej tyre pse është dhe edhe më thoni për cilin që unë të përgjigjem. Jo, një minutë, të lutem. Tani, ai po flet për listën e hapur, se po flasë për votën preferenciale. Spari. Jo, lista e hapur është e votës preferenciale, apo jo? Lista e mbyllur nuk duket se të Priti punuar për dhënë rezultate ke hapura. Ju ishit e lista e hapur, me sa kuptova unë. Dhe përsa i përket Ilir Mec, sigurisht ati i bëhet lufta më e egër që është bërë njeriu ndonjëherë nga armiku kryesor i votës lirë Edi Rama. Kjo është, si është kjo? Majenburg, që të mos marë, që të fitoja, kjo dëshmon terrorin politik, efekti terrorit politik ndaj tij. Kjo është. Pra, faleminderit.